Kombëtarja shqiptare më 21 mars zhvillon ndeshjen e parë të kualifikueseve të botërorit 2026 kundër Anglisë. Në një konferencë për shtyp kanë folur disa nga lojtarët e kombëtares, ndër të cilët ishte edhe Kristian Aslani, i cili theksoi se do të luajmë si një ekip me zemër. Aslani gjithashtu tregon se ndeshja me Anglinë është komentuar edhe nga bashkëlojtarët e tij të Interi, ku ka treguar se ata kanë thënë se Shqipëria mund të pësojë 6 ose 7 gola kundër Anglisë. Do të rrim si ekip me shpirt, me zemër, siç kemi luajtur, edhe të shohim pastaj çfarë do ndodhin. Po, janë tallur gjithë, kanë thonë do merrni 6-7 gole dhe do ikni në shtëpi. Gjithashtu, pjesë e konferencës ka qenë edhe Nedim Bajrami, i cili ka theksuar se jemi gati dhe se ardhja e Armando Brojës na kompleton si grup. Dhe Anglia lun ashtu, por besoj se gjithë çunat janë gati, edhe tani si u kthye Broja, besoj se jemi komplet. Në datën 21 mars, kombëtarja shqiptare do të zhvillojnë ndeshjen për kualifikueset e botërorit në Wembley në orën 20:45.